Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Kam kënaqësinë edhe që në këtë tryez diskutimi të kem një nga personalitetet më me ngjyra, më si thuash me dritë, më të paqt, po njëkohësisht edhe një tablo të vërtet, ndoshta të Çamërisë. Një tablo që të tjerët nuk e kam parë, po unë e kam parë që nga momenti që ka ardhur në Shqipëri për t'ju dedikuar artit vizual. Në atë kohë erdhe si drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve Artan Shabani. Në atë kohë, po, kjo është e vërtet, erdhe si drejtori ish Galerisë Kombëtare të Arteve, sepse ka ndryshuar dhe emërtesën, emrin. Është shumë e thjeshtë që unë të dalloja që kishte Çamëri tek ju. Ashtu si kurse edhe ju e dalluat shpejt që kishte Çamëri tek unë. Dhe në një farë mënyrë që atëherë njihemi si tanët. Po, patjetër. Çfarë është kjo? Identifikohemi si tanët. Gjeografikisht edhe shpirtërisht, po dhe emocionalisht edhe në aspektin kulturor, sepse Çamëria në këndvështrimin dhe në opinionin tim është si ai puzzle që ne jemi ata gurët që e plotësojnë ose e konfigurojnë, të themi, jo vetëm në kontekstin e mungesës, po në kontekstin kulturor. Pra, nuk duhet ta përjetojmë gjithmonë Çamërinë në kontekstin e dhimbjes. Pra, dhimbja, njeriu krijon nga dhimbja më shumë se sa nga dashuria. Por duhet ta përjetojmë dhe në kontekstin e bukurisë, të festës, pra të jemi më festos, të jemi më të gëzuar, sepse do të ishe peng i madh i të parëve tanë, nëse në gjenerata të tëra do ishe futur thellë në damarët tanë vetëm dhimbja, por duhet të jetë edhe gëzimi, pra duhet të jetë edhe ajo drita e bukur që të jep Çamëria, të jep historia e saj, të jep kultura. Pra ky kolorit të themi që duhet të shkëlqej dhe shpirtrat tanë. Ky është opinioni im. Ju jeni rritur në Vlorë, jeni rritur me prindrit, me gjyshrit, si është rrëfyer Çamëria përtej atij detit që duket i ngjashëm, deti Joni, edhe ato brigje që dukeshin të largta, shumë më të largta se sa janë aktualisht sot. Po. Atëherë, ato kanë qenë dhe mbeteshin të largta sepse baballarët, familjarët tanë, të parët tanë, nuk kanë ardhur me makina, nuk kanë ardhur me taksi, nuk kanë lundruar me jafte, po kanë ardhur zbathur, kanë ardhur me këmbë. Dhe një pjesë e tyre nuk mbriti në destinacion, të padestinuar. Pra, ne nuk kishim një destinacion, nuk kishim një pikë që do mbrije, pra njerëzit ose muaxhirët si i quanin, rëndësi ka që të ikje nga jo klithëm e masakrave, e dhimbjeve që është folur, flitet dhe duhet të flitet sigurisht. Jo për të mos haruar, sepse kur ti e ke brenda trupit tënd nuk mund ta harrosh, nuk mund ta devijosh. Sidomos këtë dimension të hall të përbashkët, do thoja unë që është Çamëria. Ndërsa sot, ti thua unë po shkoj në Parga, po takoj miqt, po bëj një drek, apo po shkoj deri në Lefkadh, apo dhe do ndalosh në Parga, apo do shkosh në Sivota, në Vol, apo në Paramthi, apo në Skopjon, ku është edhe fshati prejardhjes time. Pra, e shikojmë si një tur turistik. Çamëria nuk është një tur turistik, është një dimension, sepse gurët, peizazhi, ullind, portat, dritaret dhe sa bukur Luan Rama e definon poezinë e dhimbjes, pra e pikturon fjalën, i jep ngjyrë, i jep imazh shkrimit, për harqet, për gurët, për muret, pra këta janë shpirtra njerëzor, sepse guri nuk gënjen, pra gurët flasin, natyra flet, natyra peizazhi ka një memorje gjenetike. A ju ka frymzuar kjo Absolutisht, po, siç frymzon poezia e Luan Ramës, apo e Bilal Xhaferit, apo
dhe poetëve shkrimtarëve të tjerë apo rrëfimet e prindërve apo gjyshërve tanë. Pastaj do ju kthej përgjigje si jam rritur se nuk duhet ta nashkaloj këtë pjesë. Kështu që patjetër që të frymëzon, për shembull një nga veprat që unë konsideroj të themi më të arira ose më të rëndësishme unë e kam bërë në Torino, dhe quhet Ballada Çame. Rilexoja gjithmonë balladën e Bilal Xhaferit, derisa realizova me një frym të themi këtë tablo dhe unë e kam sjell dhe kam të shtëpia e babait. Përballë portretit të babait. Babai nuk jeton më, ka gati 3 vjet. Tani në lidhje me fëmirin, gjeneratat Çame kanë të përbashkët aksentin, dialektin, këtë kolor të çamërisë shtesh, të themi të gjuhës çame, të sprotet, dhe aty ka sfumatura të ndryshme, pra ndryshe flet një çam i Sulit, ndryshe një çam i Volës, apo i Paramthis, apo i një vendi tjetër. Kjo është edhe normale. Vlen për Italinë, vlen ndryshe flet një nga Kavaja, një nga Fieri, një nga Vlora, apo nga Saranda. Kështu që është ai kolori, është ai ngjyra e fjalës dhe e fjalorit, e dialektit, aksentet. Dhe në Vlorë flitet dhe flitet ende, të themi ky dialekt që nuk është dialekt, është gjuhë, është shqipe, është glu. Të themi, gjë që unë e gjeta edhe tek arbreshët. Glumësht. Glumësht, po. Dhe për mua është si muzikë, është si të flasësh një dialekt salentin ose të Sicilisë orientale apo të Napolit. Pra është një ngjyrë, është një kolor që ka sfumaturat e veta, si të bësh një pikturë me disa velatura, pra shumë elegante, do thoja unë, si gjuhë, si tingull, si vibrim. Unë nuk kam studiuar lingvistik, po unë kështu e perceptoj. Kur lexojmë një, si thua, nga pasurit që kam mbledhur Fatos Mero Rapaj, pa diskutim e ndjejmë atë melodinë, ose të paktën ne që e njohim edhe. Po dhe ata që nuk e kam përjetuar, siç unë për shembull ndjej melodinë e Gegnishtes, që është po aq elegante, po aq e bukur, ku flasin në zonat e Marsisë së Shqipërisë, apo të lexosh në Ndrimjedën. Pra, çdo lokalitet, çdo pozicion gjeografik ka bukurinë e vet. Nuk është më e bukur, është ndryshe. Se ndonjëherë është e gabuar të kërkojmë më të bukurën. Për shembull, Çamëria për mua në këtë moment nga gjithë territoret shqiptare është nga më të bukurat, sepse e para nuk përjeton violencën ose dhunën e turbokapitalizmit, të agresivitetit njerëzor, që kafshojnë malet, bregdetet, dhe ky spekulim i palimit që ka njeriu për të zaptuar, për të pushtuar, për të përdorur dhe për të shfrytzuar gjithçka në mënyrë të pamëshirshme, pa kuptuar të ardhmen. Nuk e di që ndërkohë po e shkatron dhe po e vjedh të ardhmen. Po të shikosh në peizazhin shqiptar, unë e shikoj me dhimbje zonën e Palasës, për shembull, nuk ka më poezi, nuk ka më metabolizëm, ndërsa në Çamëri ti e gjen, sepse është e konservuar. Pra, kur shkon në Parga, në Artuza, bën gjithë pjesën litorale të Bregdetit, i futesh brendësisë së tokës, sigurisht i shikon e ndjen mungesën e njerëzve të zonës, pra e ndjen që aty mungon pesha, mungon ai guri shtëpisë, guri themelit, themi. Po në qoftë se flasim për natyrën, është një natyrë shumë elegante, një natyrë shumë e bukur, një natyrë që unë të gjithë miqt e mi dhe tek armiqt doja të shtoja, se ne flasim gjithmonë për miq, gjithmonë e komplimentojnë dhe gjithmonë i ka surprizuar, sepse nuk e kanë lidhur dot zërin dhe imazhin. Pra në moment që ti gjendesh e përjeton atë bukuri, atë dimension, të themi të një peizazhit aq të kuruar, aq të pasur, aq elegant, me ato kontrastet e blus joniane, me atë blu kobalt ose blu ultramarin, me qiparisat, me ullishtat e bukura, me ato shtëpit në gur, me atë dimension njerëzor, unë do të thoja. Nëse ne Çamërisë do i fusim, nuk e di, 3-4 lagje, siç është komune e Parisit, apo
qoftë edhe një lagje Athinës apo një vendi tjetër, atëherë do të deformohet, do të shpërndarë. Kështu që kjo gjë aty nuk ka ndodhur për fatin e madh të atij territorit. Është kjo çamëria që ju kanë treguar, pra ajo që ishte në kujtimet ose që thrisnin shpesh të parët e tu, ndoshta prindrit edhe gjyshrit, mos më ik nga kjo pyetja. Nuk largohem sepse i largohesh jetës, i largohesh të vërtetës, i largohesh asaj që ty të ka strukturuar, kështu që është anatomia familjare. Unë mendoj që kujtesa kolektive pasaj e fragmentuar në kujtesë individuale. Tek çdo njeri gjithmonë i përket kjo dekorat, siç i përket Fatos Merorapaj, që për mua është një, do përdor fjalën hero ose një nuk di ta emërtoj në këtë moment, po duhet të jetë një ikonë e çdo familjes me prejardhje çame dhe jo vetëm çame, sepse është një thesar i jashtëzakonshëm. Minimumi i takon një monument, ky është minimumi, do të thoja unë, një monument, një shtatore në skulptur, një emërtese, një rrugë, një sheshit. Pra Fatosi ka një rëndësi, ndoshta është më i rëndësishëm nga gjyshri tanë. Se ka mbledhur, është një mbledhës me një blok të vogël, pa shumë para në xhep, ka shkuar shtëpi më shtëpi. Vërtet ka ardhur? Po, ka ardhur në shtëpi, e mbaj mend si tani, një njeri me sy të uritur për dije, për kulturë, dhe çdo gjë shkruante me dorë, në atë periudhë ashtu ishte manualiteti. Dhe mbaj mend një pjesë të bisedave që bënte me Timat, dhe disa adresa që babai im i dha për në Pishporo, një fshat i Fierit që kishim dhe kemi njerëzit tanë në Mekat të Llakatundit. Pra Fatosi vente shtëpi më shtëpi, pra i magnetizoi nga i theks, kur ai i drithëronte në ajër theksi i çamërisë, dhe shkonte dhe ishte prezent dhe merte të dhëna, fjalët, batutat, merte gjithçka. Pra ishte një arkeolog i dijes, arkeolog i dialektit çam, i kulturës çame. Një njeri me një pasion të jashtëzakonshëm. Nëse nuk gaboj, ishte në një fshat i Vlorës, nga ajo që ne themi zonë e lumit Vlorës, më duket nga Gorishe ose nga një fshat diku aty afër. Gjyshja ime nga anë e babait. Nëndzula jetoi të themi jetoj derisa unë isha 4 vjeç, 5 vjeç, kështu që nuk jam rritur me gjyshem, po nuk do thotë që nuk më ka rritur vitet e para gjyshja. Kështu që mbaj mend fragmente, momente, silueta, pra e mbaj mend të sfumuar, të themi, sepse unë kam qenë shumë i vogël. Po atë që gjyshja ime transmetoi, nëse gjyshi nuk e kisha nga anë e babait, ai ndroi jetë në çamëri, atë që gjyshja transmetoi tek vajzat e veta, pra te hallat e mia, tek babai im, atë unë absorbova, e thitha në vite, dhe duke u pjekur, duke u rritur, duke u gjendur dhe në një lloj kontrasti shoqëror, pra ti flisje shqip, kishe lindur në Vlorë, gjithmonë të evidentoj fakti që nuk je i atij territorit. Pra ama kishte shumë çam, besoj, me Vlora. Mendoj që Vlora, Fieri, patjetër Rogozhina, Lushnja, Durrësi, për shembull, është vështirë të gjesh çam në Puk. Do ta bëj këtë pyetje pak më vonë, që zgjodën thuajse zonën bregdetare një lloj sikurse kishin jetuar edhe në po të njëjtën gjë bën edhe arbreshët kur shkuan në Itali, nuk qëndruan, të themi, nuk shkuan në sy Tirol Alto Adige apo në Piemonte apo në Emilia Romagna. Pra shkuan në zonën e Kalabrisë, në San Demetrio Corone, në San Cosimo, San Spezzano Albanese, që janë zona në entroterën bregdetare joniane, por dhe në pjesën e Bregdetit. Kryesisht në atë periudhë futeshe pak më brenda nga Bregdeti dhe në zona pak më të larta për pasur dhe tokë dhe ujë, po për të qenë edhe i mbrojtur. Po, sigurisht. Dhe u getizuan në sensin pozitiv, pra me njëri tjetrin. Kështu ndodhet edhe në Vlorë. Ndërsa
kur arbreshët ikën, nuk ikën nga një genocid. Po, shumë vërtet. Ikën nga arsye që ne i dim për të konservuar traditën, kulturën, etnografinë, gjuhën dhe mbi të gjitha besimin kristian. Apo jo? Po. Gjë që vazhdojnë edhe sot. Ose kristian ortodoks. Dhe sa ne patëm një genocid të kuruar në detaj, pra për fatin e keq bota vazhdon të përjetoj genocidet masive, genocide etnike, fetare, të formave nga më të ndryshme. Dhe mendoj që është gjëja më e tmerrshme që mund të përjetoj njeriu në kujtesën e vetë, sepse nuk e përjeton vetëm ai që po i ndodh, po e përjetoj në gjenerata të tëra. Brezat e tjera, po. Siç ne po përjetojmë konsekuencat e komunizmit, pra të një izolimit kulturor, të një diktature relativisht të gjatë, pra ne sot që themi koha e demokracisë. Jo, është një kohë post asaj periude, me konsekuencat, me pro, me kundër, edhe kjo është një argument i diskutueshëm, po gjithmonë është këndvështrimi im. Pra, unë e përjetova të themi mungesën e territorit, mungesën e pronës, mungesën e një gjë që quhet baricëndër. Italianët i thonë baricentro, pa busulla. Pa busull ti nuk e orientim. Pra ikën në një drejtim disit pa ditur, ose pa njohur më saktë. Pra baricëndra, dhe të mungon baricëndra. Ajo shtëpia e gjyshit, apo obori shtëpisë, etj. Pra këto janë mungesa që ti i vizaton, i konturon brenda vetes tënde. E sheh si një pjesë të psikologjisë që e kemi të gjithë. Dua të them që unë shpesh herë e kam konsideruar veten duke mos pasur këtë rënjën, këtë qendrën, këtë shtëpinë e gjyshërve. E kam konsideruar veten gjithmonë si një njeri të lirë që i përkas gjithë botës. Dhe lëvizjet e mia janë të shpeshta në botë dhe mua më pëlqen të jetoj kështu, ashtu sikurse ju pyeta pak më parë edhe juve që ku jetoni aktualisht, në Vlorë, në Tiranë, në Berlin, dhe kemi një lloj të jetoj. Dhe duket sikur i përkasim gjithë botës, por ama ajo që në psikologjinë e shqiptarëve të çamërisë kam vënë re unë, është që fiton ose e kupton vetëm kur je aty që ti i përket një vendi. E ke ndjer këtë dimension dhe përsa kohë unë nuk e kam atë. Pra unë kam pesh aty dhe unë e kam kuptuar kur kam shkuar në Paramthi edhe në Grigohor. Në Grigohor shumë më tepër, në fakt, se nuk e di pse më dukej sikur i përkisja detit. Po edhe në Paramthi kisha një lloj dhimbjeje për ato si thua të gjitha ato rrugicat që mendoja që ishin larë me gjak, edhe kisha një lloj dhimbjeje. Por peshën unë e kuptova që i përkas një vendi, po ndërkohë duke mos e pasur këtë energji dhe këtë qendër busulle, fillojmë dhe mendojmë dhe ndërtojmë jetën tonë si qytetarë të një bote që jemi të lirë të bëjmë gjithçka, përveç se të kemi atë busullën. E ke ndjer kur ke shkuar në Çamëri, ndoshta për herë të parë? E kam ndjer, po doja të thoj edhe një gjë që më erdhi një fjalë brenda vetes sime. Dhimbja më e madhe ose përjetimi më i madh nuk është gjaku, për mendimin tim, ose kosto, çmimi më i madh, nuk është gjaku i prindërve apo i gjyshërve tanë, që pa dyshim është një kosto që duhet i rëndoj edhe koshencës së politikës shqiptare, dhe jo vetëm, por është haresa. Haresa, për mendimin tim, haresa rëndon më shumë nga gjaku. Pra, kur ti e sfumon një sentiment, një ndjenjë që brenda ka dhimbjen, ka kuriozitetin, ka shumë element brenda që krijon një formë, kur kjo sfumohet bëhet më e rëndë nga gjaku, të dhëmb akoma më shumë, sepse të anullon, nëse ti heq referencat, pikat, referencat, shenjat, simbolet, ti nuk ke më formë,
pra plazmohesh në diçka pa formë. Ne duhet ruajmë formën e atij vendit që ngvim me origjinë, po ta bëjmë në mënyrë të mençur. Pra e para duhet të kuptojmë çfarë kërkojmë. Po. Për mua, që për mendimin tim, gjithmonë e kam thënë dhe 20 vite para, gjëja më e rëndësishme është një muze. Sepse muzeumi është një kontenitor që ti magazinon gjithçka, etnografinë, poezitë e Fatos Merorapajt, literaturën, xhubletat, tumanet, paplomat, sendet, videot, fotot. Pra, është një familje që i përket të gjithë, jo vetëm çave, po i përket gjithë shqiptarëve. Pra, kjo është një muze. Pa një muze, do ishe pak e vështirë që ne të bëhemi bashkë, se nuk ka se si mund të bëhemi bashkë në sensin e grupimit të ideve, të grupimit të problematikave, dhe unë shpresoj që të kemi problematikat, se kur nuk i kesh problem i madh pastaj. Po. Aty shkojmë te karesa pastaj. Për sa i përket rëndesës, për herë të parë unë kam shkuar në Çamëri me Timat. Jetoja në periudhë në Torino, në Piemonte, dhe nisem bashkë me babam për në Rom. Në Rom, atëherë ka qenë ambasador profesor Plum Xhufi, bëjmë një prezantim me pikturat e mia. Atëherë ka qenë, nëse nuk gaboj, ministër kulture Arta Dade, sepse e kam takuar, kam fotot, videot e tjera. Mbas 3 ditësh e ekspozoj këto veprat në Rom, i rimar dhe nisemi për portin e Barit. Në Bari, unë dhe babaj me tragjet shkojmë në Igumenic, eksakt. Në Igumenic. A ishte e parashikuar, pra? Po, shkojmë në Igumenic dhe nga Igumenica nisemi për Korfuz. Pra, nuk qëndrojmë, nuk vizitojmë asgjë. Projekti ishte që të shkonim 3 ditë në Korfuz. Shkojmë në Korfuz sepse problemin unë e kisha te babaj, tek raporti emocional, është një kontrast shumë i fortë emocional, psikologjik, shpirtëror. Pra, njeriu në atë moment nuk di se ç'pret, nuk di se ç'ndodh. Dhe unë doja ti minimizoja në mënyrë afektive dhe inteligjente këtë impaktin me vendin e vet. Pra, po aktroja të themi që mos se kisha frikë mos më vdiste atje. Po sigurisht, përballja ishte lehtë e Dhe filloja të flisja për Korfuzin, e shikonim Akrokëraunet, pjesën e Çamërisë nga lefqimi që aty jetojnë motrat e mia, pra janë kushurirat e mia të para, vajzat e Allës. Pra të familiarizoj vizualisht, gradualisht, të fillonte të merrte këtë oksigjen, të oksigjenoj me ata ambient gradualisht. Dhe ditën e 3 ose të 4, bashkë me një nipin ton, një djalë të mrekullueshëm që jeton në Korfuz, shkojmë në Igumenic. Dhe 2 ditë kemi vizituar pafund, të themi, nuk them 100% Çamërinë, po kemi parë 70% të saj. Me prioritet ishte Plotareja, Faskomila dhe Skopjona, sepse në Plotare është baba i nënës, pra gjyshi, 3 kilometra nga Skopjona ku Timat më tregonte, dhe i kërkova kushurit tim që t'ikte sa më ngadal. Pra të ishe një udhtim i qetë me dritare hapur dhe pash baban që Për lotej? Po patjetër. Shkuam në Skopjon, pam Skopjonën, Kodrat, dhe ai nuk mbaronte së foluri, vetëm fliste me të drejtë. Po, sigurisht. Po patjetër. Ishte moment emocional pafund, njerëzor, i bukur. Pra nuk e definon dot se është bukur. Po. Është një ndjenja e mungesës dhe e rëndesës në të njëjtën kohë. Është udhëtimi, se unë e di në italisht, il viaggio del grande ritorno, pra udhëtimi i kthimit të madh, që kishte Odiseja, pra një udhëtim për t'u rikthyer. Pra ky ishte një rikthim.
Pra është dramatike, është tragjike, është poetike, është njerëzore, është edhe anti-njerëzore, që është të vënë në provë, pra Zoti të vë përsëri në provë. Pam Skopjonën, pam peizazhin, fjetëm në Parga, në Artuza, në gjitha ato teritoret e Bregdetit, të Brëndësisë, në ushqimin ai e shijon të ndryshe, pra biseda, lëkura e njeriu të ndryshon, ti ndihesh ndryshe, pra këtë ta jep vendi jot. Kur thonë guri rëndon në vendin e vet. A mori diçka në atë kohë nga çamëria, dikush për shembull ka marrë një deg ulliri? Unë mora deg ulliri, më duke se mora dhe sheg, nëse nuk gaboj. Se unë shkoj mesatarish 3 herë në vit. Çdo vit, po paktën shkoj 3 herë në vit. Erë në fundit kam qenë tani në shtator, edhe në Korik që isha me familjen Beqiri, me Arjani, me fëmijët e vet. Me djalin e Skënder Beqirit? Me djalin e Skënderit, po. Edhe shkuam me fëmijët, ishim një batalion me djemë, sepse Arjani ka 3, unë kam 2. Edhe kështu që u kënaqëm, kaluam shumë bukur. Po shkuam edhe në Lefkat, shkuam edhe në këto zonat. Po që qëndruam midis Pargës, Artuzës, Artuza shumë e bukur, ose e thënë në çamërisht Rapëza. Rapëza, po. Që është mbi Parga, sepse gjatë verës është më freskë, është më ventiluar, shumë bukur. E vogël, intime. Kështu që kur shkon ti e ndjen që i përket atij vendi dhe ai vend është ai që ty të përket, është ajo bariqendra, pra është ajo busulla që ti në atë moment je në vendin tënd. Siç edhe në vendin tënd, aty ku je kultivuar, ku je rritur, ku je shkolluar, kështu që e njëjta ndjenjë ishte kur unë kthehesha me traget në Vlorë dhe kur filloja shikoja Kalan e Kaninës, shikoja Shashicën, Karabrunin, pra është vendi jot, po patjetër, po nuk mund të jetë ndryshe, kështu që pra të gjitha vendet që ti jep dhe të japin, ndërton raporte sociale, Mos të largoj shumë nga ato troje, dua të pyes, a ke gjetur aty shqiptar të çamërisë, çam ortodoks që kanë qëndruar aty, me këtë gjuhën e bukur apo arvanitas, cili është raporti i tyre me vendin ose raporti i tyre, sjellja e tyre me ju që shkonit edhe ndoshta i rrëfenit një histori tjetër. Ke gjetur se jam e bindur që ti ke hulumtuar ose ke kërkuar këta thesare? Nuk i kuantifikoj dot në numër, por janë 2 qasje të ndryshme. Që do thotë, një person është vëndalli dhe pa sensin e dramës dhe të mungesës, pra është në peizazhin e vet, është në përditshmërinë e vet, ose ti kur shkon në një vend të bukur i thua sa bukur, pra ti emocionohesh, dhe tjetri nuk reagon, se atë bukurie ka të përditë. Pra ajo lloj menuje është përditshmëria. Dhe ti kërkon që të thithësh nga ai, të thithësh atë gjë që ty të ka munguar, të kuptosh, pra do të marrësh informacion dhe gjenetik. A janë ata të predispozuar, a e kanë ata forcën për bërë të parto këtë nxjerrje të themi, ata janë në të përditshmën e tyre. Kështu që dinë çfarë ka ndodhur, e kanë të magazinuar në koshencën e tyre kolektive, sidomos gjeneratat avancuara në moshë, po, tek të rinjt më pak gjithmonë është ai sfumimi që unë thash më parë që rëndon më shumë nga gjaku, pra haresa ose anullimi. Dhe unë i kam parë që janë gentil, nuk përfshihen emocionalisht sepse nuk është pjesë e tyre kjo pjesë emocionale. Pra klithmën e kemi ne, ndërsa ata kanë qenë, është një teatër i madh ku viktimat jemi ne, ata nuk janë viktima, po në një lloj mënyre janë ndier dhe ata viktima. Pra, po sepse ngjarja ka ndodhur në të njëjtin terren, pra kjo është. Pra ti në moment që ke një orientim, të themi të besimit ortodoks apo
budist apo ku e diun, ti nuk është një genocid etniko fetar, sepse nuk ka si mund të definohet ndryshe. Nuk them që ti fole keq për klimën ose prish opinion, pra shumë e vërtet, po. Ky është genocid, është përngulje, është nuk i than, shiko, brendorës kaq, po patët mundësi largoni, më kupton, kështu që vrasje pafund. Por haresa është përsëri vrasje. Prej genocid ose themi ai raport nuk ka përfunduar sepse ke akoma një digj lufte, më kupton, prandaj them që në koshencën e politikës tonë duhet të rëndojë. Po duhet të rëndojë dhe jo vetëm tek jona, sepse ne nuk kemi asnjë raport lufte me Greqinë. Greqia është një vend i bukur, një vend i mrekullueshëm, një vend që mendoj që nuk ka ngel shqiptar pa vizituar Greqinë. Unë kur shikoj me kënaqësi të jashtëzakonshme, unë nuk kam asnjë sentiment, asnjë ndjesi urrejtje, nuk e kam këtë gjë. Sepse nëse ne do ta kishim këtë gjë, do ishte një fatkeqësi e madhe. Po, pra ne nuk duhet të rritemi me urrejtje, ne duhet të rritemi me dashuri, duhet të njihemi me kuriozitet dhe me kulturën e bashkëjetesës. Unë njoh grek që janë të mrekullueshëm, janë njerëz të bukur, njerëz të shkëlqyer. Turizmin ne duhet të mësojmë nga ata në lidhje me turizmin, mënyra e pastër e të bëri turizëm, jo të vjedhurit. Sepse turizmi nuk duhet të jetë një kurth. Po. Pra, shumë e vërtet. Ata janë më përpara, më kupton, kështu që ka muzeum shumë të bukura, ka natyrë të kuruar. Madje plazhet i kanë dhe pa lek. Ka histori, po kjo është. Unë kam miq pafund që shkojnë në për ishuj grek, në Çamëri, në Kreta, në Korfuz, në ato tregishat se e themi, dhe janë ngelen të kënaqur. Por kjo pjesë midis Greqisë dhe Shqipërisë, me fjalë, mendoj që ka ardhur momenti, nuk ka më sens që të kesh ligj lufte dhe unë shpresoj dhe nuk e di, kam një parandjenjë shumë pozitive që të gjithë shqiptarët që kanë trojet, toka, ullinj, shtëpi të tjera do të jepet mundësia, pra do të vi dita që këto gjëra do të merren sërish. Po, sepse në thelb ka qenë gjua politike ajo që i ka definuar ose i ka përkufizuar marrëdhëniet midis dy shteteve, po popujt në të vërtet kanë pasur një komunikim të jashtëzakonshëm. Unë nuk shoh në një kufi, unë kur shkoj në Janin, kur shkoj në Athinë, kur lëviz, ndihem po aq mirë siç ndihem edhe në Shqipëri, me fjalë nuk shoh në një kont ose në këto vitet e fundit, themi, nuk di çfarë përvoje kanë pasur emigrantët shqiptarë në vitet 90, mendoj që nuk e kanë pasur dhe të lehtë. Po nuk mund të them që populli grek është një popull që nuk është mikpritës. Jo, është një popull i bukur, që di të mikpres, di të pres. Unë nuk bëj fajtoj, nuk bëj kur fajtor popujt. Popujt, pa disë. Familjarët, njerëzit, sepse dhe ata e njerëz me shpirt, si që jemi dhe ne, si që janë edhe të tjerët. Kështu që këtu është një problem, ndoshta i furnizuar nga projekte gjeopolitike, politike, po ne jemi viktimizuar dhe kemi qenë, e kemi paguar shumë shtrenjtë, mund të them. Por që Çamëria për mua është shumë frymëzuese, është një kolorit i bukur, që unë e gjithë në jugun e Francës, e gjithë në Liguria, e gjithë në Salento, po patjetër, sepse janë këto udhëtimet që ty gjithmonë të furnizojnë me optimizëm, të furnizojnë me kuriozitet, edhe të hapin mendjen e dijes, që ti të shikosh edhe të kesh një horizont sa më të Bashku takuam pak ditë më parë, domethënë takimi ynë i fundit ka qenë në ekspozitën që u hap në Kalan e Tiranës. Organizuar nga Fondacioni. Një nga të shumtat aktivitetet Alketi që sinqerisht e komplimentoj se i bën i organizon me shumë pozitivitet, edhe me gjithmonë komplimenti, sepse është një djalë elegant që e bën me po aq elegancë dhe me po aq dashamirësi, ka një rrjet miqësor. Unë në Vlorë gjithmonë e dëgjoj nga miku im Nikolini, që flet shumë pozitivisht dhe nga shumë të tjerë për punën që bën Alketi.
edhe komplimenti me fjalë për të ekspozit Luan Rama. Luan Rama prezantoi edhe një vepër aty për shqiptarët në tablot e francezëve, midis të cilave një kapitull shumë i rëndësishëm ishte edhe rëndësia e si thua shqiptarëve aty në revolucionin grek, po edhe dëshmi të pasurisë së jashtëzakonshme që ne kemi në kostume, në etnografi, një pasuri e jashtëzakonshme. Në 50 vite për shkak të diktaturës janë sfumuar në heshtje disa gjëra. Të tipit? Do duhet kishim ndoshta më shumë informacion? Po, informacion që të listojmë, të themi, për shembull, të kemi Hasan Çapari që ndroi jetë para 2 ditëve dhe ngushëllime familjes dhe familjarëve të tij, një artist që la një gjurmë shumë të mirë, një imazh i heshtur do thoja në artin shqiptar. Po, nuk bërtiste shumë, po vepra e tij. Po çamët nuk kanë bërtitur shumë, nuk e kanë pasur të bërtitur në esencin e protagonizmit. Pra të heshtur janë investuar në punë, janë investuar në dije, në arsimim. Njerëzit e ditur nuk bërtasin sepse nuk kërkojnë sensin e protagonizmit. Ai që bërtet është njëri i dobët, ai që bërtet kërkon vëmendje, kërkon vota, kërkon që reflektorët të jenë të ndriçojnë kërkesën apo nevojën e tij. Njerëzit e ditur edhe të hulumtuar që hulumtojnë, nuk ka nevojë të bërtasin, të ngrënzërin. Ai që vërtet ka pushtetin e kulturës dhe të dijes, nuk ka nevojë që të klithi. Kush ka vesh për të dëgjuar dhe sytë për të parë, mund të shikojnë. Kështu që njerëz si Luani apo njerëz Ilmiu, por dhe njerëz që nuk vinë me çdo kusht të vish nga çamëria që t'i dedikohesh të themi kulturës, për shembull ke profesor Pullum Xhufi, i cili ka studiuar për histori mesjetare e çamërisë, studiuar në Rom, në arkivat e Romës, të Venecijës dhe jo vetëm, një thesar i jashtëzakonshëm i materialeve të shkruara në lidhje me historinë mesjetare e çamërisë dhe jo vetëm. Kështu që këto ikona të themi ose guru të dijes, jemi ne që duhet t'i ndjekim, jemi ne që duhet t'i kërkojmë. Pra në moment që të vinë Luan Rama në Tiranë, ose ka një konferencë profesor Xhufi, ose prezentohet një libër i ri i ribotuar i Fatos Merorapet, jemi ne që duhet kemi interes. Prandaj ai muzeumi ose konteksti muzeal e mban gjallë kulturën e çamërisë, sepse me ekspozita, me koncerte, me poezi, pra ti ke një infrastrukturë ku të parkosh çdo mendim, dhe për çdo nevojë shkon dhe e gjen, e kërkon atje. Ne e kisha edhe këtë pyetje të fundit në sensin e asaj që do duhet ndoshta të bëjmë më shumë. Bashk në momentin që ju afruam kësaj tryeze diskutimi, me njëherë syri u shkoi ke Fatos Merorapaj edhe e rrëfyet këtë histori. Ndërkohë unë ju kërkova nëse njihni ose nëse një moment të caktuar si thuash përqaseni apo takoni familjar të tij, do t'isha vërtet shumë e nderuar që t'i pyesja nëse kanë mbetur dërshkrimet të tij, se pa diskutim ato fletoret e vocla të tij janë një thesar për ne, ashtu sikurse thesar mund të jetë shtëpia e Bilal Xhaferit në vendin e tij në Ninat, ashtu sikurse mund të jetë edhe një dokumentar për Hoxha Hasan Tasinin. Ndaj kjo pyetje e fundit nuk ishte rastësisht, pra ku mund të shkojmë ne të kërkojmë, dhe më vjen mirë që biem dakord në një këndvështrim që është detyra jonë. Është detyra jonë që të kërkojmë çdo ditë pikërisht për këta njerëz që kanë ruajtur thesare. Nëse mund të them këtë që Fatos Merorapaj shkoi në çdo familje der më der. Sikur çdo familje nga një pjesëtar, duke filluar nga ky moment që dëgjojnë këtë podcast,
të kërkojnë nga një informacion, Po. pra t'i kthejnë këtë borxh moral minimumi, se borxhi shumë i madh. Me fjalë, kjo është as një pik ujë në oqean, pra të gjithë mund të bëjnë një kërkim të vogël. Unë mendoj që brenda 24 orëve ne gjejmë gjithçka. Kështu që në lidhje me Fatosme Rorapaj, po unë shpresoj që familjarët e tij diku t'i kenë konservuar, sepse duhet të jenë qindra mira letra të shkruara me dorën e tij. Kështu që shpresoj vetëm që ato të jenë të konservuara, mos i ketë marrë lumi, themi, ose mos i ketë marrë hasmi. Po prap, ato janë të publikuara gjithsesi. Dërsa te kjo pjesë e muzeumit, ato duhet të ishin të ekspozuara, sepse në çdo letër ka një sentiment, ka një kolorit, plus që janë të shkruara gjitha me dorë. Si të kesh për shembull poezitë e Bilal Xhaferit, të gjitha të shkruara me dorë, dhe ato i shikon dhe si artefakte vizive, jo vetëm për përmbajtjen e tyre. Pra, është raporti që ka pasur në këtë rast artisti, po i quaj artisti poeti, sepse ka pikturë që ti e konturon, po ka dhe pikturë që ti e shkruan, siç bën dhe Luan Rama, po jo. Patjetër. Kështu që mendoj që na takon të gjithëve të hulumtojmë, të kërkojmë në mundësitë dhe në pamundësitë tona. Unë për shembull, gjithmonë kur janë këto shtëpitë e Ankandit, kërkoj gjithmonë për të gjetur piktura që lidhen me kulturën shqiptare. Dhe kur më jepet mundësia, i blej. Shteti shqiptar ose ish Galeria Kombëtare e Arteve do ishte mirë që të kishte në linjën e saj të re muzeale dhe artistët e huaj ose artistët jo shqiptar që kanë pikturuar apo ilustruar, të themi, kulturën shqiptare apo peizazhin shqiptar. Kjo është një thirrje juaj e brendshme apo e ndjeni që e keni Kjo thjesht është të një nevojë që trashëguar duhet të ketë. Mendoj unë që kjo mund të jetë pjesë e një konceptit muzeale, i pavionit muzeal, si është parë Shqipëria, si jemi parë ne nga francezët, për shembull ekspozitë që bëri Luani. Apo nga italianët, apo nga holandezët, apo nga britanikët, pra si e kemi Shqipërinë të pikturuar, është shumë interesante kjo pjesë. Shumë e bukur. Unë të falenderoj shumë që u bëre pjesë e kësaj tryeze të bardhë diskutimi me ngjyrat e Çamërisë, ndam ne të gjitha ngjyrat ose mesdhetare të Çamërisë, sepse janë ngjyrat tipike mezetare. Pa diskutim. Shpresoj shumë të jesh kënaqur. Unë jam mbushur, e kam shpirtin plot me ato ngjyrat të cilat më rrëfyet ju, edhe që pa diskutim mbeten të forta, nuk zbehen tek unë. E kam edhe në plan me piktorin Bashkim Ahmeti që jeton në New Jersey, kemi vite bile që ja premtojnë njëri tjetrit dhe ka gjasa që këtë vit ta realizojmë, që të dalim në Çamëri me kavaletat tona dhe të pikturojmë. Jeni një koloni e vogël piktor, një koloni shpirti, po që në këtë rast të ikim dhe të pikturojmë, të themi në Çamëri peizazhin e Çamërisë, të Sulit, të gjithë territoreve, pra të risjellësh atë temperaturë drite, atë freski, atë kolorit, atë bukuri dhe atë tension, se çdo vend ka, siç e thashë më lart, që ka atë metabolizmin e vet, tensionin e vet. Por ta sjellim me gëzim, ta sjellim me optimizëm, jo si kartolin, po si një vërtetësi që Çamëria sot është, që është një vend i larë me dritë, një vend i bukur, që ti gjen të gjitha ngjyrat e tavalosës së piktorit. 25-24 vite para, unë kam bërë një ekspozitë, që gjysma e ekspozitës ishe me portrete të Çamërisë. Dhe kam bërë në Parlamentin e Strasburgut. Më falë, në Këshillin e Europës në Strasburg. Shumë e bukur. Po. Dhe janë dhe një 20 ekspozita të tjera në vende të ndryshme, kryesisht në Itali, që kanë pasur portretet nga cikli Vir Albaniensis ose Homo Balkanicus, që janë portretet e Thesprotët, edhe peizazhet e Çamërisë. E vështirë të realizohet edhe të risillet, domethënë jo, i kam bërë 25 vjet, 30 vjet para, i kam ekspozuar në për Europë, i kam dhe në Shqipëri dhe do vazhdoj sigurisht.
Faleminderit shumë. Faleminderit për gjithë të frymë edhe këto ngjyra të bukura të Çamërisë. Falenderoj edhe gjithëkënd që na ndoqi në Çamiko edhe këtë të premte. Ju lë takimin e radhës në orën 20:00. Mirupafshim.